Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e emisionit Ftesë në studio. Java që polën pas, njihet si java e sëmundjeve të veshkave dhe ka për qëllim ngritjen e vetdijes për rëndësinë që kanë veshkat në shëndetin tonë. Për të mësuar më tepër rreth sëmundjeve pra të veshkave, kemi të ftuar mjekën specialiste Olta Qurku. Përshëndetje Olta. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është një kënaqësi për mua gjithmonë të jem e pranishme në emisione që flasin për edukimin shëndetësor. Sepse është e nevojshme që, ashtu siç përmendët e ju, të forcojmë informacionin që ka çdo individ rreth rëndësisë së shëndetit dhe si duhet ta menaxhojmë atë. Olt, çdo vit, këto ditë, këto javë të themi botërore të sëmundjeve të ndryshme shoqërohen nga një temë, pra fokusohet tek një temë. Cila është tema e këtij viti? Po, këtë vit pas pandemisë COVID-19 që kaluam dhe që ishte një situatë shumë e vështirë për shërbimin shëndetësor, fokusi është vendosur në përballimin dhe përgatitjen e asaj që është e papritur, sepse një ngjarje e tillë mund të rindodhë dhe në veçanërisht për të shtuar bashkëpunimin në disa struktura, që janë strukturat e shërbimit shëndetësor parësor, aty spitalor me mjekët nefrolog, me strukturat drejtuese dhe atyre që menaxhojnë shërbimin shëndetësor dhe rrjedhimisht politikbërjen, edhe ndoshta edhe industrinë në mënyrë që ky bashkëpunim të jetë i frutshëm dhe të bëjë ndryshime rrënjësore në shërbimin shëndetësor. Nuk mund të kemi një shërbim shëndetësor stabil, të ngurtë, duhet që të jetë fleksibël sipas situatave të cilat na prezantohen. Dhe që të bëjmë këtë ndryshim edhe fleksibilitet të shërbimit shëndetësor, ka nevojë që informacioni të vijë nga baza, që janë pacientët edhe mjekët që janë ngushtësisht të lidhur me ta, mjekët e familjes dhe veçanërisht nefrologët, me strukturat centrale. Nuk ka vetëm vendimarrje të vendosur nga qendra, por duhet të jetë e shtrirë dhe e ndryshueshme. Kështu që pacientët të cilët janë me sëmundje renale kronike janë pacientë shumë vulnerabël. Kanë njësoj problematikash jo vetëm shëndetësore, po kanë edhe problematika sociale, sepse një pacient i sëmur nuk është vetëm ai që vuan, por është gjithë familja dhe rrethi shoqëror që ata i ndihmojnë. Kështu që është e nevojshme që ne të ndihmojmë edhe më shumë. Kjo ka dalë në PAH këtë vit në të gjitha konferenca ndërkombëtare të cilat u zhvilluan këtë javë, por edhe në vazhdimsi për të fokusuar dhe për të kërkuar më shumë ndihmë nga instancat të cilat mund të ofrojnë këtë ndihmë për këta pacientë. Le të rendisim disa nga sëmundjet pra më të shpeshta të veshkave. Po. Për fat keq kemi një numër shumë të madh të sëmundjeve të veshkave. Pavarësisht se njerëzit janë të mësuar me idenë e sëmundjes renale kronike, pra edhe me fjalë të thjeshta e përdorin azotemia në gjak, por ajo është fundi i të gjitha sëmundjeve. Është një sëmundje, quhet kronike sepse ne në këto raste vetëm e mbështetim pacientin për të përmirësuar gjendjen e tyre klinike, por është e parikthyer. Kështu që ajo çfarë mjekët nefrolog bëjnë është përpjekja për të penguar zhvillimin e sëmundjeve primare, ato që çojnë drejt sëmundjes renale kronike. Dhe në këto sëmundje hyjnë që nga infeksionet urinare, kalkulozat renale, sëmundjet që kanë të bëjnë tumorale, qoftë të veshkës, të vezikës urinare, të prostatës, kemi sëmundje të cilat prekin tulin e veshkës apo korteksin në pjesën mjekësore, i cili është me njësër strukturash të tjera më të vogla dhe përgjithsisht to janë sëmundjet më të heshtura edhe më të shpeshta në moshët e reja, por jo vetëm, që quhen glomerulonefritet dhe ka shumë llojshmëri, mbi 20 forma edhe lloje dhe paraqitje të ndryshme, të cilat klinikisht ngjasojnë, por fizpatologjia ose mënyra se si zhvillohet është e ndryshme, detyrimisht edhe mënyra e trajtimit është e ndryshme. Kemi pastaj sëmundjet e lindura që shfaqen tek fëmijët. Kemi sëmundjet ku veshka bëhet si një sfungjer nga zhvillimi i kisteve të shumta dhe që zëvendësojnë të gjithë pjesën e tulit të veshkës, edhe quhet veshka polikistoze e të rriturit.
besoj janë pastaj sëmundjet të cilat janë, ne i themi, sistemike, pra që janë të organeve të tjera, por që na dëmtojnë veshkët. Më e shpeshta është hipertensioni arterial. Një hipertension arterial i patrajtuar ashtu siç duhet, jep nefroangiosklerozën, pra një dëmtim kronik të veshkës, diabeti mellitus apo sëmundja e sheqerit, qoftë forma tipit të parë, qoftë ajo e dyta. Nëse ajo nuk kontrollohet, nuk trajtohet, jep dëmtime të rëndësishme dhe ka një numër shumë të madh pacientës të cilët edhe në botë edhe në Shqipëri që kanë një dëmtim të tillë nga diabeti, pra shumë më i shpeshtë. Kem pastaj insuficiencë kardiake që mund të shkaktojë gjithashtu, ciroza hepatike, sëmundjet të çrregullimit të tretjes, disa forma të tyre që e japin dhe dëmtojnë në një farë mënyre veshkën. Pra ka një sër patologjisë të cilat nëse nuk kapen në kohën e duhur dhe nuk trajtohen ashtu siç duhet, detyrimisht çojnë atë që quhet sëmundje renale kronike, që i përfshin dhe tashmë pacienti është një sëmur kronik dhe që ka nevojë për ndjekje dhe stabilizim të gjendjes, por jo rikthim në shëndetin e mëparshëm, si hipertensioni që kërkon gjithmonë mjekime, si insuficiencë kardiake dhe sëmundja renale kronike ka nevojë gjithmonë për trajtime. Olta, pse sëmundjet e veshkave identifikohen gjithmonë vonë, të themi? Nuk kemi shenja apo të kuptojmë diçka? Sakt. Që të mund të kuptojmë pse kemi kaq vonë ardhjen e pacientit tek nefrologu është fakti se struktura që ka veshka është shumë fine, shumë e specializuar me një sër funksionesh. Dhe përveç rasteve kur kemi infeksionet urinare, kalkulozat, renale, të cilat japin kryesisht dhimbje, kanë sa simptoma që janë më të hershme dhe të kapshme, të tjera zhvillohen gradualisht. Veçanërisht ato që quhen glomerulonefrite, janë disa sëmundje që krijohen tek organizmi i njeriut si rezultati i sistemit imunitar, pra nëse njerëzit sistemin imunitar e kanë për të mbrojtur nga infeksionet e jashtme, në një moment ato bëjnë një mos funksionim ashtu siç duhet dhe shohin veshkën si një trup të huaj dhe luftojnë. Po luftojnë gradualisht në mënyrë të heshtur dhe vetëm identifikohen me disa ekzaminime specifike që ne kërkojmë tek pacientët. Në momentin kur dëmtimi i veshkave ka arritur më shumë se 50%, pra dëmtimi i korteksit, atëherë fillojnë simptomat dhe pacienti paraqitet, por atëherë shumë vonë për tu trajtuar, edhe që mund të shfaqen me entjet e këmbëve, me luhatje të tensionit, ose shfaqjen e tensionit për herë të parë, hipertensionit për herë të parë, mund të shfaqet me dhimbje të cilat janë rënduese, jo të forta siç janë dhimbjet nga gurët. Dhe kjo është arsyeja pse sëmundjet renale kanë nevojë që të detektohen shpejt, të parandalohen e detektohen. Edhe gjithmonë në emisionet, por edhe në kontakte që ka me pacientët që vinë ndoshta për gjëra të thjeshta, për infeksion urinar, them gjithmonë duhet bëni kontrolle. Të paktën një herë në vit duhet bëhen kontrolle. Kontrolle të çfarë për shembull, me që jemi te kontrollet? Cilat janë analizat apo testet apo nuk e di si. Për sëmundje renale, më e thjeshta fare një analizë urine. Një herë në 6 muaj, një herë në vit një analizë urine, e cila ka të gjithë komponentët e saj, sepse tek një analizë urine nuk shohim vetëm prezencën e infeksionit urinar. Ajo gjëja më e thjeshtë që ti mund të identifikosh, por identifikon që nga sëmundjet malinje, që nga përbërjat e kalkulave që mund të jenë në fillimet e tyre dhe si mund të orientosh pacientin që të mos zhvillohen ato, deri te këto format e glomerulonefriteve, madje edhe diabetin ne mund shpesh e kemi diagnostikuar nga një analizë urine, sepse trupi ka një fiziologji të mrekullueshme se si është krijuar. Shkenca e mjekësisë për mua është art shumë i veçantë. Pse? Gjithçka që në trup është më shumë se ç'duhet dhe nuk është në balancë, do të gjejë një mënyrë për ta nxjerrë nga organizmi. Dhe nëse sasia e sheqerit në gjak është shumë e lartë në rastin e diabetit, atëherë do të tentohet që të dalë nëpërmjet urinës. Edhe ne shohim prezencën e sheqerit në urinë, edhe na orienton saktësisht që kemi një problem. Ka dhe disa sëmundje të veshkave që janë shumë fine dhe shumë të rralla, që shoqërohen thjesht me daljen e sheqerit në urinë, pa prezencën e diabetit, por janë shumë të rralla. Kështu që një analizë urine është perfekte ndonjëherë për të identifikuar një sër patologjisë.
Pastaja, normalisht, ekzaminimi check-upi që bëhet dhe tashmë ofrohet edhe në qendrat shëndetësore, dhe unë orientohet gjithmonë, për gjithë grup moshat, ndoshta do duhet të zgjerohet grup mosha, sepse sëmundjet renale prekin e moshat të 20 vjeç, por ato të orientojnë për ekzistencën e një patologjie. Pastaja, duke shkuar në nefrologu, duke bërë kompleksitet me imazherin, me klinikën, me historikun, gjithçka, ti orientohesh për të vazhduar për ekzaminime të tjera. Po për mua baza është urina komplet, është gjëja më perfekte që kanë vlerësuar deri tani. Përveç testeve, çfarë folëm ne tani, analizave, çfarë mund të bëjmë tjetër për t'i parandaluar këto sëmundje? Atëherë, në çfarë parandalimi kemi ne në dorë, në po, sigurisht. Baza e gjithë parandalimit dhe trajtimit të sëmundjeve konsiston kryesisht në stilin e jetesës. Ne përmendim shumë, por është ndoshta më e vështirë për të ndjekur dhe për të zbatuar këto këshilla se sa marrja e medikamenteve. Çuditërisht ka shumë individ të cilët preferojnë të marrin të thjeshtën, marrin medikamentin, se sa të ndryshojnë stilin e jetesës. Përsa i përket problemeve renale, shumë e rëndësishme dieta ushqimore, përdorimi i perimeve dhe frutave dhe ulja sasisë së mishit, sidomos të mishit të kuq, i cili njihet për shkaktar të shumë problematikave renale. Ulja sasisë së kripës, që gjithashtu jep dëmtime renale dhe njëkohësisht shoqërohet me hipertensionin arterial dhe sëmundjet kardiovaskulare. Përdorimi i ujit është lëngu çuditbërës për organizmin, sepse pjesa më e madhe e trupit është e krijuar nga uji dhe rekomandohet tashmë një sasi 1.5 litra deri në 2 litra. Më parë kishte një ide që edhe më shumë mund të konsumohej, por jo, studimet e fundit kanë treguar që kjo është doza 2.5 është doza më e mirë. Te kalimi i saj nuk ka asnjë benefit dhe mund të ketë më shumë dëmtime, probleme. Ka vetëm 2 raste në cilën ne rekomandojmë konsumimin e ujit më shumë se 3 litra, që janë rastet e transplanteve renale dhe në rastet kur kanë polikistozën renale, pra të veshku me shumë kiste, sepse sasia ujit provokon zvogëlimin e tyre edhe filtrimin më të mirë. Është një ndër metodat trajtuese në fakt të sëmundjes polikistoze. Aktiviteti fizik, sigurisht, një trup i shëndetshëm është shumë i shëndetshëm në kuptimin e një fizikut të mirë, që mund të bëj 30 minuta të paktën ecje në ditë. Obeziteti është gjithmonë kundra çdo patologjie, edhe sëmundjet renale, madje shfaq është e lidhur ngushtësisht edhe me glomerulën e fritet, me dëmtimet nga diabeti, pra sepse ka tendencë të zhvillojë dhe diabetin, po njëkohësisht i japi dhe dëmtimet e veshkës. Pra stili i jetesës është shumë i rëndësishëm. Do preferoja më mirë të jemi pak më të rept me vete, se sa të jemi të thjeshtë dhe të marrim ato medikamentet edhe t'i përdorim. Ky është problemi, nuk japim dot vetes tjetër. Duhet jemi stimë për njëri tjetrin, pra që duke parë mjekun që është i rregullt, do të jenë të rregullt edhe të tjerët, edhe të komunikojmë me njëri tjetrin, shumë e rëndësishme komunikimi dhe bashkëpunimi, aktiviteti fizik të jetë në bashkëpunim me të tjerët, të flitet për sëmundshmërinë edhe në mënyrë jo të bullizimit, por të përmirësimit, jo të flasim për sëmundjet, është e rëndësishme të flasim. Shumë njerëz jo të stepemi dhe ta mbajmë për brenda, pra. Po, shumë njerëz se kanë frikë, duke sikur nëse e ndjekin këshillat mjekësore diçka do të ndodhë, do t'i shfaqet ajo sëmundje, po jo, kurse si është në dobi të tyre. Me çfarë ankesash drejtohen kryesisht pacientët e ty, Marim? Po, më së shumë të rasteve janë pacientët cilët vinë me simptomat e infeksioneve urinare, që shfaqen me djegje, me dhimbje gjatë urinimit, me urinim të shpesht, me urgjencën për të shkuar në tualet, të cilat me temperaturë njëkohësisht, ndërkohë që mund të ngatrohen infeksionet urinare që me prostatite tek meshkujt, që janë me simptoma shumë të ngjashme, po detyrimisht mënyra e ekzaminimit është e ndryshme. Prezenca e temperaturës gjithmonë tregon për infeksion i cili është tashmë afër veshkës edhe brenda veshkës, edhe ka nevojë për një trajtim më të specializuar.
Mund të vinë pacientë të cilët referojnë në mosha të reja për shfaqjen e tensionit arterial, hipertensionit arterial. Një ndër shkaqet e hipertensionit arterial janë dhe sëmundjet e veshkave. Mund të vinë për shkak të luhatjeve të tensionit në një moshë që dikur ka qenë stabilizuar, mosha mbi 60 vjeç, që thotë kam qenë i qetë me tensionin arterial, por ka disa ditë ose muaj që unë nuk arriti të stabilizoj hipertensionin arterial. Pacientët cilët ankohen për rendjen e këmbëve, të cilat kanë qenë poshtë shputa e këmbës dhe pastaj ngjiten drejt lart kur nuk trajtohen, edhe shumica e individëve shfaqen në këtë shumë të vonë në gjendjen klinike, i duken diçka normale, sepse ato zhvillohen gradualisht edhe mësohen me atë gjendje. Me dhimbje të forta, të cilat të mesit, të cilat janë karakteristikë kryesisht të kalkulave renal, të gurëve në veshka, po edhe infeksionet urinare janë të tilla. Këto janë kryesisht simptomat. Janë jo specifike, sepse mund t'i gjesh edhe në sëmundje tjera. Shumë individ vinë me dhimbjen e mesit, ndërkohë dhimbja nuk ka lidhje fare me problemet e veshkave, nuk kanë probleme struktura muskulore, skeletike të shydhës kurizore, e cilën normalisht mjeku është ai i duri që duhet t'i bëj diferencimin dhe për t'i orientuar pacientët. Ndaj edhe këtu vim sërish tek pyetja juaj pse pacientët vinë vonë, sepse ka ca ankesa jo specifike, ankesa cilat zhvillohen pasi gjendja është përkeqësuar së tepërmi, edhe kjo nuk i orienton se ku duhet të shkojnë. Kryesisht shkojnë te kardiologu, shkojnë te mjeku reumatolog dhe pastaj në bashkëpunim me kolegët, të cilët gjithashtu janë mjaft të specializuar, orientojnë pacientët se ku duhet të shkojnë. Të flasim pak për gjakun në urinë. Është shpreha më e dëgjuar të paktën në lidhje dhe me këto sëmundje. Çfarë shkakton këtë? Atëherë, si thatë edhe ju, gjaku është alarmante për pacientët. Domethënë, një ndër shkaqet të cilët vinë me urgjencë dhe kërkojnë shërbimin sa më të shpejtë nefrologjik. Kemi dy forma, mund të jetë gjaku që shikohet me sy, pra pacienti të referon që shkova në tualet në mëngjes dhe pash urina ishte e kuqe, ishte me gjak. Ndërkohë që mund të ndodhi që të evidentohet ose të diagnostikohet vetëm me një analizë urine, prezenca vetëm me disa qelizave eritrocite. Dhe ka një sër sëmundjesh. Duke nisur nga ato më të thjeshtat që janë cistitet hemoragjike dhe që shkaktohen nga prezenca e baktereve në fshikëzën e urinës dhe ku ndryshohen paretet e fshikëzës së urinës, bëhen si xhepsa të vogla dhe ajo futet në brendësi dhe shkatron strukturën, mukozën dhe shoqërohet me hemoragji. Mund të jetë kanceri prostatës, i shoqërohet me gjak në urinë. Mund të jenë tumoret e vezikës urinare të cilat quhen papiloma, duken si kërpudha në ekografi, dhe që her pas here ato shkëputen nga një pjesë dhe shoqërohen me gjak në urinë. Nuk janë të dhimbshme. Për shembull, historia e një pacienti që është i ngjashëm normalisht me të tjerët, referon që u ngrita në mëngjes, urinova me gjak, nuk kisha asnjë dhimbje, asnjë vështirësi dhe zgjati vetëm 24 orë. E quajnë të parëndësishme disa herë dhe pas një muaj kjo rishfaqet sërish. Dhe mënyra shumë e thjeshtë për të identifikuar, as analiza urinës, një ekografi shumë i mirë, një mjek specialist ekografik e dallon qartësisht që kemi të bëjmë me një papilom. Nëse kjo papiloma nuk trajtohet atëherë kur duhet, mund të kthehet në një strukturë maligne, në një kancer që zhytet pas në strukturën e fshikëzës. Tumoret e fshikëzës, këto ishin të fshikëzës urinës, kemi tumoret e veshkës, që gjithashtu shoqërohen me gjak, gurët në veshka, veçanërisht kur guri ka tendencë për të lëvizur, për të zhvendosur nga pozicionet e tyre fillestar, shoqërohen edhe me dhimbje, edhe me gjak, dhe pastaj prezenca në gjakut e gjejmë në këtë polikistozën renale, që është karakteristike e këtyre pacientëve, shfaqet për 24 orë deri në 7 ditë, për shkak të çarjeve të këtyre kisteve, kur kryesisht gjaku në urinë të këta individ është e izoluar, pra vetë fillon dhe vetë ndalon. Në rastet kur ajo vazhdon më shumë se 7 ditë, mund të mendojmë që mund të kemi një zhvillim të një mase tumorale aty dhe kërkon ekzaminime më specifike. Dhe pastaj janë edhe ato format fine, që unë i kam shumë qejf, që janë glomerulonefritet,
të cilat janë kryesisht mikroskopike, pra i gjejmë me anë të analizës së urinës, dhe që ka nevojë për vlerësim shumë të specializuar në kuptimin të ekzaminimeve shtesë, që tashmë i ofrojmë edhe në spitalin tonë një pjesë shumë të konsiderueshme të tyre. Është lehtësuar puna tuaj tashmë që ofrojnë edhe një gamë analizash për të gjitha specialitetet? Po, jashtëzakonisht shumë, po. Të flasim pak edhe për proteinat. A janë shqetësuese proteinat në urinë? Po. Është një ndër shenjat që kemi të bëjmë me një problem të rëndësishëm renal. Detektimi tyre ose evidentimi tyre është me një analizë të thjeshtë të urinës. Ajo thjesht tregon që është prezent proteina apo albumina në urinë, por nuk vlerëson se sa është, sepse në çdo vlerësim që bëhet ka nevojë të jetë sasiore. Pra, sa është kjo sasi? Ka një vlerë dhe një masë e cila na orienton drejt patologjisë. Ka patologji të cilat thjesht një infekcion urinar mund të shoqërojnë proteinë në urinë. Trajtimi i infeksionit bën që ajo të eliminohet. Një temperaturë që këto i konsiderojmë benigne, të pa rëndësishme shumë. Një temperaturë shumë e lartë mund të shoqërohet me prezencën e proteinës në urinë. Një aktivitet fizik shumë i fortë, sidomos në individët që merren me aktivitet fizik, mund ta gjejmë. Dhe në këto raste është fiziologjike dhe pa ndonjë shqetësim. Konsumimi shumë i mishit edhe i mishit të kuq mund të shoqërohet, ndërkohë që në patologjit prezenca e proteinës tregon që kemi një dëmtim tek tuli, te pjesa filtruese. Veshka ka një karakteristikë që është e krijuar si me pore, pra për filtrimin e atyre lëndëve që ajo do t'i eliminojë nga trupi dhe të mbajë. Proteinat gjithmonë ajo i mban në brendësi të trupit, nuk i eliminon. Në momentin kur ky filtr ka filluar të dëmtohet nga sulmet që bëhen tek ajo, hapen poret dhe proteinat del. Kjo tregon që ne duhet, pra është i këmban alarmi për ne nefrologët, që duhet shohim çfarë po ndodh aty, çfarë ka dëmtuar dhe si mund ta trajtojmë. Sepse duke lënë është si një porç që ose lë të hapet, fillon dhe shkatrohet e gjitha. Duhet që ta mbyllim për të ruajtur ato çfarë ne kemi. Edhe për shembull me anë të një proteinuria është shumë prezente pacientëve me diabet mellitus, është një indicje që ne na orienton që ka filluar dëmtimi i veshkës nga diabeti. Mund t'i bësh analizat e gjakut dhe gjithçka është okay, pra duket që veshka funksionon. Ekografikisht veshka është shumë e bukur tek ta pacient, po prezenca proteinës tregon që filtri ka filluar të dëmtohet. Ulta, dhe si mund t'i parandalojmë infeksionet urinare? Po. Për parandalimin e infeksionet urinare, sërish vim tek ajo që folëm për stilin e jetesës. Që do thot konsumimin sa më shumë të ujit, në shumë, 1.5 deri në 2.5 litra në 24 orë. Kujdesi higjiena personale, kryesisht te gratë, sepse infeksionet urinare janë më të shprehura tek gratë. Është përdorimi apo konsumimi i produkteve të cilat janë perime dhe frutat për këtë arsye, sepse ndihmojnë që trakti i tretës të jetë më funksional, sepse shumë prej baktereve të cilat bëjnë infeksion urinare gjenden në traktin e tretës, në pjesën e poshtme. Dhe konstipacioni që mund të jetë prezencë, mund të influencojë në zhvillimin e këtyre baktereve dhe kalimin e tyre në rrugët urinare. Tjetër është patja një aktiviteti seksual të rregullt në kuptimin me partner të rregullt, jo të ndryshëm, sepse influencon së tepërmi në prezencën e infeksioneve urinare. Përdorimi i tualeteve që janë personale, jo publike, sepse higjiena është shumë e rëndësishme në këto raste. Këto janë mënyrat e parandalimit më të thjeshta të infeksioneve urinare, dhe rrjedhimisht edhe detektimi i shpejtë i tyre dhe trajtimi. Ka shumë rëndësi nëse trajtimi i infeksionit të parë urinar bëhet ashtu siç duhet për ta çrënjosur bakterin, sepse Escherichia coli, që është më e shpeshta, apo të shohësh në urokulturat që bëhen, ka një tendencë për të ngjitur
tek muri i fshizës urinës dhe nuk lëviz andeja. Pra ti i jep mjekim, pakson numrin e tyre, por mbetet një... Mundesh ta eliminosh, dhe momenti që krijohen kushtet e favorshme, ajo aktivizohet. Një tjetër shumë e rëndësishme është të mos e mbajmë urinën për shumë kohë, ta tentojmë të shkojmë tualet edhe çdo 2-3 orë, edhe nëse ne nuk e ndjejmë që duhet shkojmë tualet. Sepse është e nevojshme që të kemi lëvizshmëri, sepse është si pellgu, pellgu është i pisë sepse është gjithmonë i pa lëvizshëm ujë, dhe njëjtën gjë duam edhe me traktin urinar. Të flasim për gurët në veshka. Edhe kjo një patologji shumë e folur, e shpeshtë, që dëgjojmë me një fjalë. E vërtet. Dhe si shkaktohet aty? Atëre, kalkulat në gurët në veshka, se jam mësuar me termatologjinë. Për ta kuptuar gjithsesi, domethënë nuk kuptua. Po, gurët në veshka vinë si rezultati një disbalanse të kriprave në organizëm, duke marrë parasysh mënyrën edhe të ushqyerit, por edhe çrregullimet metabolike që mund të krijohen në trup. Çrregullimet metabolike të cilat janë të influencuara nga sëmundshmëri të tjera, mund të jenë të influencuara nga karakteristika gjenetike të pacientës, ose ka disa pacientë që janë më të favorizuar për të shfilluar gurët në veshka dhe disa të tjerë jo. Ka të bëjë me pirjen e ujit, sepse ajo ndihmon që këto kripra të mos grumbullohen edhe të shpërbëhen. Që të eliminohen. Njëkohësisht është parë që produktet, gjithashtu proteinat shtazore, influencojnë sepse bëjnë një disbalans të acidozës, zhvillojnë një acidozë në trup dhe kjo bën disbalansën e kriprave në organizëm, përdorimi gjithashtu i kripës. Një element që është parë ndjeshëm, sidomos këto vitet e fundit, shkaktimi i gurëve nga përdorimi i tepërt të vitaminës D dhe kalciumit. Vërtet janë dy elemente të cilët janë shumë të rëndësishëm për qoftë për formimin e kockave, e strukturës kockore, por edhe të imunitetit, të zhvillimit të imunitetit. Por sidoqoftë, çdo gjë që mirret më shumë se ç'duhet është e dëmshme. Pra para se ne të vendosim të marrim një suplement, duhet të bëjmë vlerësimin me ekzaminime, se janë ekzaminime laboratorike tashme që evidentojnë se ti vërtet ke deficite, mungesa të tyre për të marrë. Sepse çdo suplement i marr nga jashtë, jo në formën e ushqimeve. Ushqimet janë gjëja më e mira. Nëse ti e merr kalciumin me anë të ushqimeve, nuk ka asnjë lloj probleme. Dikur kishte një ide të gabuar që në rast se ke gurë në veshka duhet të hapsh bulmetin, djathin, po kjo tashmë është hedhur shumë poshtë, madje e preferojnë që të konsumohet, dhe të mos përdorim suplementet të cilat janë të panevojshme. Gjithmonë me këshillën e mjekut, po gjithmonë duke vlerësuar a është e nevojshme apo jo marrja e tyre. Cila është sasia që duhet marrë? Po, sasia dhe kohë zgjata njëkohësisht. Kështu që, pra, ka dhe medikamentet të cilat mund të favorizojnë. Kemi pastaj, këto janë kryesisht në rastin e gurëve kalcium oksalateve që them ne, që baza e saj është kalciumi. Kemi pastaj edhe rastet kur janë të acidit urik, e më shumë kanë të bëjnë me çrregullime të metabolizmit të brendshëm, edhe nga përdorimi i ushqimeve që janë proteinat shtazore të mishit edhe peshkut, ku ky element që quhet acidi urik është më i lartë në organizëm. Dhe trupi kërkon që ta eliminojë në një farë mënyre dhe eliminimi i tij bëhet me urinë. Dhe duke qenë sasi shumë të madhe, ai gjen mundësinë aty për të bashkuar dhe për të formuar këto gurët. Dhe më e veçantë pastaj janë, por edhe më të rralla, janë ato gurë të cilët shkaktohen nga infeksionet urinare, që i quhen struvite. Janë disa gurë më të vështirë për të trajtuar, sepse ka një tendencë që të zhvillohen si degëzime drejt rrugëve urinare, të lartë tek veshka, dhe formohet kështu si pemë e gjitha. Ka dy baktere ose mikrobe që shkaktojnë, që janë të rralla. Kjo është një gjë e mirë, sepse nuk e gjen në një popullat që dhe shpesh në popullat, edhe janë proteusi edhe ureoplasma, të cilat nxisin zhvillimin e këtyre gurëve për shkak të çrregullimit apo prodhimit të ureazës në nivelin e urinës. Janë pak shumë mjekësore këto, por thelbi është që në rastet e infeksioneve urinare, veçanërisht nëse detektohen ose evidentojnë në një urokulturë që ne bëjmë këto dy element, këta dy baktere, të bëhet një trajtim i mirë, rrënjësor,
për të mos e lënë që të zhvillohen këto gurët. Pra, do kalojmë tek stili jetesës, shumë i rëndësishëm stili jetesës. Pastaj trajtimet janë nga më të ndryshmet, edhe që janë prezencë edhe në vendin tonë, të gjitha format dhe llojet e trajtimit, që nga ato të medikamentozet, edhe që aplikohen në rastet e gurëve të vegjë që janë të paktën më pak se 1 centimetër, mund t'i shkrim apo t'i eliminojmë nga rrugët urinare, dhe pastaj janë metoda të cilat janë invazive, që nga mini-invazive në ato makro-invazive, pra që kërkojnë kirurgji, që duan një urolog për t'i trajtuar ato pastaj. Cilat sëmundje mund të rendisim te sëmundjet kronike, pra, të veshkave, Rena? Sëmundja renale kronike është në tërësi është një. Pra që kemi një pacient i cili ka një funksion të veshkës të ullur. Dhe u flasë funksion, bazojmë kryesisht në filtracionin e tij, pra se si ai pastron trupin nga lëndet e panevojshme. Pra kemi një të tillë, një si term, pastaj ka stade të saj. Janë 5 stade të sëmundjes renale kronike. Stadi i parë dhe i dytë është ai stadi i cili është shumë i vështirë për tu identifikuar, edhe që ka nevojë praktikisht për këto bisedat që bëjmë bashkë, për edukimin shëndetësor dhe kontrollet rutinë për pacientit, që nëse kapen në ato 2 stadet e parë janë fillimi i patologjisë, mund të trajtohet shumë mirë dhe gjithçka mund të rikthehet në fazën normale. Kemi stadin e tretë në të cilën më së shumti ne i kapim pacientët me një ndjekje të rregullt të tyre, dhe pastaj stadi 4 dhe i 5. Stadi 5 është kur funksioni veshkës pothuajse ka humbur, është ndën 90%, dhe që do të duhet pastaj ca trajtime më specifike në këta pacient. Me 90% është ai momenti kur hyn në dializë, po, ajo. Flasim pak dhe për këtë pjesë. Po, sigurisht. Sepse është e nevojshme të kuptohet që trajtimi me dializë është një trajtim si që mund të jetë trajtimi medikamentos. Është një trajtim kronik, i cili kërkon jo vetëm të shtojë jetëgjatësinë e pacientit, por edhe cilësinë e tij. Shumë e rëndësishme tek mjekët, ne mjekët duam që cilësia e jetës së pacientit të jetë gjithmonë më e mirë. Jo thjesht të jetë prezent pacienti, po të mund të marrë pjesë në gjitha aktivitetet e jetës. Dhe kështu që dializa ja jep dhe ofron këtë mundësi. Nëse kuptohet, nëse ajo bëhet ashtu siç duhet në bashkëpunim pacient dhe mjek, nuk ka asnjë vendim që e merr vetëm mjeku, është gjithmonë një bashkëpunim i këtyre dy poleve për të arritur rezultate më të mirë. E kemi 2 forma të dializës. Se në pjesa më e madhe njohin hemodializën. Që është dializa që bëhet përmes gjakut, hemos, si ka dhe emër. Në kuptimin që gjaku i pacientit kalon në një aparatur, pastrohet, merr ato elementet e jashtëm të nevojshëm nga jashtë dhe rikthehet në trupin e pacientit. Është një proces i cili zhvillohet në kushte spitalore ose në struktura në klinika mjekësore, dhe bëhet 3 herë në javë, rreth afërsisht 4 orë, që janë standarde të procedurave. Kozgjatja e saj është shumë e rëndësishme, 4 orash është shumë e duhur, madje ka vende të cilat aplikojnë kohë më të gjatë, ka metoda që bëhet vetëm natës me orë të zgjatura kur pacienti fle gjumë. Në vende akoma më të zhvilluara kanë pacientët aparatin e kanë në kushtet e shtëpisë dhe e realizojnë vetë, mund të flasin online me mjekun ose personelin për një defekt ose mos funksionim ose për të treguar parametra si ka qenë tensioni, ca gjëra elemente dhe realizojnë në kushtet e shtëpisë. Ne ende jemi në kushte spitalore. Besoj se jemi shumë mirë, qendrat e hemodializës janë shtuar, ka akoma nevojë, sepse sëmundjet renale janë shtuar së tepërmi, dhe në Shqipëri për shkak të kësaj edukatës pak jo të mirë shëndetësore vinë në këto fazat e fundit. Ndërkohë që dializa peritoneale, pra që është një metodë tjetër, më pak e zhvilluar, më pak e dëgjuar, por ekziston në Shqipëri dhe zhvillohet mjaft mirë nga një nga mjekët më të mira që ka QST-ja, doktoresh Merita Roji,
është një dializë e cila bëhet përmes hapësirës së barkut. Cipa e barkut, që mbështjell organet, ka një aftësi filtruese shumë të mirë. Dhe një likid që ne mbajmë që është mjekësor, futet në hapësirën e barkut, mbahet disa orë aty edhe nxirret prapë. Është një procedurë e cila bëhet në kushtet e shtëpisë. Po, nuk ka nevojë për mjek, nuk ka nevojë për infermier, shërbim të specializuar. Në vendet e tjera kanë edhe një aparatur të vogël, të cilët e marrin në çanta kudo që udhëtojnë, sepse të lë fleksibilitet, të lëvizësh. Pacientët me hemodializë janë pak të ngurë, duhet të vende, të shkojnë në ato qytete në cilët ka një hemodializë që të mund ta zhvillojnë. Po ofrohet aty ku je dhe jo, se jo të gjitha qytetet kanë, kudo në çdo qytet dhe në Gjirokastër kemi pasur prani nga Fieri, nga qytetet të tjera të paktën. Sigurisht që vijnë për një periudhë të caktuar të kohës dhe kanë nevojë për hemodializë, ndërsa dializa peritoneale ti e bën në kushtet të shtëpisë. Ka nevojë për dy gjëra thelbësore, që janë higjiena maksimale, por edhe edukata dhe intelekti i pacientit për ta realizuar, edhe fleksibiliteti për ta bërë. Mund t'ja bëj dhe një ndihmës, por pretendohet që dializa peritoneale ta bëj individin të pavarur, ta bëj të pavarur për gjithçka. Kështu që është një metodë shumë e mirë, aplikohet tash edhe në Shqipëri në një numër të vogël sepse njerëzit e njohin shumë pak, e duket si e frikshme, por ose mendoj që më shumë ka nevojë që dikush për informacion, t'i japi informacion më shumë dhe është informacioni më të sigurt. Po, më të sigurt që është edhe është një gjë e sigurt. Pa asnjë lloj problemi. Dhe detyrimisht nëse ti nuk të pëlqen ajo, është shumë lehtësisht mund të kalosh në hemodializë. Qoftë dhe ata të hemodializës mund të kalojnë në dializë peritoneale, nuk ka asnjë lloj problematike në këtë gjë. Janë dy shërbime shumë të mira për pacientit. Pastaj është trajtimi më ekselent, që është transplanti renal, është më komoditet për pacientit, i jep atij lishmërinë dhe një jetë shumë më cilësore, sepse një veshk kryen të gjitha funksionet, pra pavarësisht nëse ajo nuk është 100%, se detyrimisht edhe ku bëhet transplanti, veshka transplantuar nuk është 100% në funksionin e saj të plotë. Por sidoqoftë ofron një kushte shumë më të mira. Në vendin tonë zhvillohet transplanti vetëm me lidhje familjare, domethënë lidhje gjaku, nga motra, nga vëllezrit, nga prindrit, e vetëm ajo lidhje gjaku është midis bashortëve, gruaja për burrin ose burri për gruajën. Të gjitha të tjerat nuk janë të lejueshme. Qoftë gruaja e vëllait ose një histori. Sepse pas është parë në vende të tjera, sepse ne kemi të mbartur nga strukturat të tjera, mund të bëhen abuzime të mëdha të dhurimit, pra kalon në atë që quhet trafik organesh. Edhe ndaja gjithmonë lejohet brenda familjes. Në vendet e tjera ka edhe një metodë tjetër që zbaton Anglia, dhe shpresoj që ndoshta strukturat do ta bëjnë dhe në Shqipëri, do ta futin si ide, ku janë dy familje të cilat kanë nevojë për transplant dhe kur kanë përputhshmërinë të mund të shkëmbejnë me njëri tjetrin. Kjo është një mënyrë sepse jo gjithmonë ti mund të kesh një familjare, sidomos moshat e reja që kanë vërtet shumë të nevojshme transplantit, gjen një familje e cila edhe ajo ka dhe e shkëmbejnë. Në Angli ka një program të specializuar e specifikuar për të gjë, që triumfojnë edhe kërkojnë që ta shtrinë edhe në struktura të tjera. Ndërkohë që në vende akoma më të zhvilluara, qoftë Evropës, qoftë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është ajo e sistemit kadaverik, pra një pacient i cili nëse vdes për arsye të tjera dhe ka dhënë konsensusin gjithmonë për t'i dhuruar organet, bëhet një listë e pacientëve dhe merret veshka e këtij pacienti, por ka nevojë për struktura shumë më të specializuara që besoj ne jemi ende jo gati për ta realizuar. Megjithatë, fakti që ne bëjmë transplantin, ka disa vite që bëhet transplanti, sigurisht është një arritje për nefrologjinë. Kështu që mendoj se këto janë tre metodat që detyrimisht ne i aplikojmë te pacientët të cilët janë në stadiet e fundit. Ka dhe disa përjashtime, pacientët shumë të moshuar, mbi 80 vjeç, pacientët cilët vetë nuk dëshirojnë që të zhvillojnë dializën, qoftë hemodializën atë peritoneale, i vazhdojnë me trajtim konservator. Për moshat të mëdha, jo se është një diferencim ose dhe nuk i ofrojmë shërbimin, por është parë që
nuk ka një jetëgjatësi edhe një cilësi jete duke bërë hemodializën. Ka më shumë komplikacione, më shumë bëjnë hospitalizime, se sa bëjnë jetë cilësore. Kështu që ne përpiqemi të zgjedhim metodën konservatore, pra me medikamente, për të shtuar jetëgjatësinë e tyre. Olta, unë të falenderoj sinqerisht, morëm shumë informacion me atë qetësinë tënde, gjithçka rreth, të paktën gjithçka jo ndoshta, sepse në këtë minutazh sa mund të themi, por gjithsesi ju dhat një informacion goxha të rëndësishëm për të gjithë të paktën ata që ne na ndoqëm. Të falenderoj Oltë, të mirëpres herë tjetër sa herë që duash në studion e RTS Gjirokastra. Ju falemderit edhe jam shumë e kënaqur që ju bëni emisione të tilla, sepse vërtet është e nevojshme edukimi shëndetësor për gjithë popullatën. Të falenderoj edhe një herë. Faleminderit Olta. Të nderuar shikues, ishim me nefrologen Olta Gjurku në minutat e emisionit Ftesë në studio këtu në RTS Gjirokastra. Ndahemi për të takuar emisionin e radhës.